Vitet e fundit ka patur, po i quaj unë me drejt ndoshta një kaos, përsa i përket edhe pranimit të maturantëve, veçanërisht atyre të ekselencës, atyre që kanë dalë me rezultate shumë të mira në universitetet shtetërore, kryesisht pra të ndryshme sikur se ata kanë preferuar. Ndërkohë, LSI sot ka patur një mbledhje me kryesin për këtë çështje, për cili është rezultati, cili është feedbacku i kësaj mbledhje, e cila është kërkuar nga ju? Atëherë në fakt ne kemi ndjekur shqetësimet e maturantëve që prej të hënës, kur filluan të dilnin rezultatet në universitetet e para, dhe shqetësimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh ndërmjet maturantëve edhe familjarëve të tyre. Shqetësim ky totalisht i justifikuar, sepse marr parasysh edhe pasojat sociale që gjithë ky proces ka, por mbi gjitha edhe faktin që familjet shqiptare mund të vuajnë shumë probleme, por prioritetin kyç të zhvillimit të tyre kanë arsimimin e fëmijëve dhe do jepnin çdo gjë që ta realizonin këtë. Dhe absolutisht për ato studentë të cilët kanë pasur rezultate shumë të mira ndër vite, që të flasim realisht është shumë në numër në momentin që po flasim, të mos arrin që të regjistrohen për universitete dhe pa pasur informacionin e duhur se si vazhdon më tej gjithë ky proces, ka krijuar jo thjesht konfuzion, por edhe shqetësim të madh. Faktikisht edhe për shkak të punës që bëj pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim si pjesë e strukturave aty, por edhe për shkak të moshës e kam qenë pak më ndjeshme në këtë aspekt dhe kontaktin e kam pasur më të përditshëm. Dhe realisht ky qëndrim që ne po mbajmë tani nuk është thjesht një qëndrim i tanishëm, por ka filluar që në momentin e parë të miratimit të ligjit të ri për arsimin e lartë, ku si unë, po ashtu zoti Vasili, po ashtu dhe zoti Luan Rama, që kemi folur gjatë ditë asaj seance, kemi thënë se kleçka e këtij ligji do qëndroj pikërisht tek zbatimi i tij. Pra nëse në parim ai ligj ishte shumë i mirë, ajo që mund të krijonte konfuzion do ishte zbatimi dhe asaj që të cilës ne i druheshim ndodhi pikërisht tani. Ndodhi për 3 arsye në gjykimin tim dhe kjo është shumë personale, madhore. E para ka të bëjë me faktin se ndoshta ishte i parakohshëm zbatimi i këtij ligji. Nuk është e drejtë, unë thash edhe gjatë fjalës time për media dje, nuk është e drejtë që gjimnazistëve apo kujtdo të ndryshosh rregullat gjatë lojës ose gjatë një procesi dhe për më tepër në fund siç ndodhi me gjimnazistët e këtij viti, pra të ndryshosh rregulloren, mesataren, kurrikulat dhe çdo gjë në përfundim të vitit të tretë, kur në fakt kjo duhet ndodhte për ato që filluan vitin e parë, jep informacione dhe mund të futeshin pastaj në universitet sipas ligjit të ri. E dyta ka pasur të bëjë me mos nxjerrjen në kohë të akteve nënligjore, që do ta bënin të zbatueshëm ligjin në mënyrë të drejtë dhe reale ashtu siç ne kemi miratuar. Pati vonesa shumë dhaja në këtë drejtim, e kuptoj që ka pasur vështirësi për shkak se ligji ka ndryshuar çdo gjë sa i takon arsimit lartë, por mbase kjo duhet sillte edhe reflektimin që ky nuk ishte momenti i dur për të zbatuar ligje. Dhe e treta që është po aq e rëndësishme në konvështrimin tim ka të bëjë me faktin se ne ndryshuam në total ligjin për arsimin e lartë, ndërkohë që ligjin për arsimin parauniversitar e lam të paprekur në pikën më kyçe të saj që lidhet me arsimin e lartë, që ka të bëjë me dalje nga sistemi 12 vjeçar, që ka bëjë pikërisht me provimet e maturës shtetërore. E gjithë kjo tani solli këtë kaos, mos informacioni, solli këtë kaos në cilin ne jemi sot, por që unë mendoj edhe shpresoj dhe gjykoj që mbas edhe gjithë konsultimeve që ne kemi bërë sot, një ndër këto konsultime kemi pasur në fakt edhe me ministren e arsimit, e cila na siguroi disa herë se pavarësisht vonesave dhe le të themi mos çuarjes së informacionit dhe mos marrjes së informacionit në kohë reale, çdo gjë do të shkojë në vendin e saj. Ne kemi bërë disa propozime konkrete për ta zgjidhur situatën. E dim që është e vështirë që tani të qetësosh mijëra familje që janë duke vuajtur këtë problem, por është e rëndësishme të themi që kjo situatë kaloi, tani duhet qetësi, duhet maturi nga gjitha palët, por mbi gjitha duhet përgjegjësi maksimale nga institucionet përkatëse, të cilët duhet të vënë në zbatim edhe të çojnë përveç se meritën tek i Zoti, por mbi gjitha mos vrasin ëndrat e mira e gjimnazistëve shqiptar që në të vërtetë janë edhe ardhmja jonë. Cilat janë ato sugjerime që ju Atëherë, sugjerimi i parë që ka krijuar edhe këtë konfliktin duhet ta keni dëgjuar besoj edhe
ju të studentëve cilët kanë pasur një mesetare më të ulët, por kanë fituar një shkollë përpara dikujt me mesetare. Po si është e mundur diçka e tillë? Atëherë, në bazë të ligjit të ri për arsimin e lartë, thuhet shprehimisht se janë universitetet ato të cilat propozojnë kriteret dhe vendosin kriteret për pranimin në gjimnazet në universitetet të maturantëve. Dhe ka ndodhur që disa universitete, ndoshta edhe për shkak të një mos koordinimi të mirë me ministrinë apo me pjesën e para universitare, kanë vendosur si kriteret të tyre disa lëndë të cilat nuk kanë qenë të përfshira në kurrikulat e shkollave të gjithë vendet. Një rast thjesht për ta dhënë si shembull mund të jetë për shembull që kanë zgjedhur filozofinë si lëndë për të pranuar në një universitet të caktuar, ndërkohë që filozofia nuk ka qenë e përfshirë në kurrikulat e 30 gjimnazeve të caktuara në gjithë Shqipërinë. Dhe automatikisht këtyre 30 gjimnazeve për çdo nxënës që aplikon në universitet, filozofia u llogaritet 0, dhe ndërkohë kjo zë 5% të totalit të pikëve që ato mbletin për të konkuruar në universitet. Duke qenë se ky ka qenë një problem madhor dhe realisht ky nuk është problemi i studentëve, nuk ka qenë faji tyre që kanë nisur me një sistem tjetër, nuk janë lemëruar në kohë për këtë çështje dhe nuk ka qenë as faji tyre që nuk u morën masat për ta parandaluar këtë problem. Në një diskutim që patëm në fakt sot edhe me rektorë të ndryshëm të universiteteve në gjithë Shqipërinë, të cilët duke parë edhe problemin e shkaktuar kanë qenë të gatshëm që ta rregullojnë këtë gjë, po ashtu edhe Ministria në takimin që ne patëm sot na siguroi që do merreshin gjitha masat që ndodh tek ky ndryshim. Ato do t'rregojnë një lloj në fazën e dytë të konkurimit që hapet në mbas datës 20 të këtij muaji. Ato të tregojnë fleksibilitet që për shembull në lëndës filozofi të gjejnë një lëndë homologe të cilën gjimnazisti e ka bërë që ajo të mos i llogaritet 0, por të llogaritet aq sa do dilte sikur të ishte filozofi. E njëjta gjë do të ndodhi me gjitha lëndët që nuk kanë qenë në kurrikulum bazë në gjitha universitetet e Shqipërisë, në mënyrë që asnjë gjimnazist të mos ngelet pa shkuar në universitet, por ajo që është më e rëndësishme të shkojnë në atë universitet të cilin e dëshiron edhe e ka pasion dhe është i Zoti ka prirje për ta bërë. Më fal që ti sqaroj se është një temë e cila është shumë e rëndësishme dhe është e mirë të shfrytëzojmë këtë moment për t'i sqaruar. Një tjetër propozim i ynë i cili ka parë reflektim nga Ministria në fakt që ditën e sotme ka pasur të bëjë me ngritjen e zyrave për këshillimin dhe asistimin e gjimnazistëve për dy fazat e tjera, pra të procesit, që nëse kjo fazë e parë kalohet dhe ndoshta maturantët nuk ditën të plotësonen ashtu siç duhet, ose në gjykimin tim dhe unë pavarësisht se duket sikur po mbaj një krah, por realisht jam me gjimnazistët në këtë rast dhe i mbështes deri në fund drejtat e tyre, nuk kanë pas informacionin e duhur edhe për plotësuar formularet edhe në formën e duhur, ashtu që ato dilnin fitues. Këto zyra të ngrihen pranë gjimnazeve, të ngrihen pranë universiteteve dhe fakulteteve, të jenë vizualisht të gjendshme për to, por në të njëjtën kohë edhe funksionalisht shërbyese për t'i ndihmuar, për t'i këshilluar, për mbi të gjitha për t'i asistuar në plotësimin e formularit që do kenë 10 preferencat e radhës, në mënyrë që secili prej maturantëve të shkojnë në degën që meriton, por edhe që dëshiron që të shkojë, sepse në të gjitha rastet ne nuk duhet ta humbasim asnjëherë parimin merit dhe preferencë, por mbi të gjitha të jemi edhe transparent, sepse nuk do ishte drejt për gjithë këtë brez që të ketë probleme. Në të njëjtën kohë, ministra sot na siguroi që hap pas hapi do ndishet çdo rast qoftë edhe të një individi që mund të ketë hasur një problem gjatë sistemit, duke marrë parasysh që ky është viti i parë që zbatohet, duke marrë parasysh që përplaset në sistemi vjetër me këtë të riun, çdo rast edhe një individ i vetëm në gjithë Shqipërinë që ka një problem, është i lutur të shkojë pranë institucioneve përkatëse, qoftë edhe në Ministrinë e Arsimit, qoftë edhe net na drejtohet për të gjetur zgjidhje më të mirë, sepse edhe një njeri vetëm në gjithë Shqipërinë nuk duhet ndihet i cënuar nga gjithë ky sistem. Megjithatë, ne duhet të themi se mbas datës 20 do të ketë shumë hapësira të liruara, sepse ajo që ka ndodhur aktualisht, ka ndodhur që unë që mund të kem nota jashtëzakonisht shumë të larta, kam zënë 10 vende, pasi kam fituar në 10 fakultete, por në të vërtetë unë regjistrohem vetëm në 1 dhe automatikisht 9 vendet e tjera do të lirohen dhe kjo do të vi kështu me radhë. Dhe ashtu prap vlen për të thënë që mbas datës 20 gjimnazistët do kenë të drejtë ta riplotësojnë formularin e tyre për aplikimin në universitet, pra nëse degët e para të mijat kanë qenë degë të mjekësisë, të cilat tani janë gjitha të zëna dhe unë nuk mund të kap me pikët e mia, do kem mundësi ta ndroj atë formular dhe të vendos 10 degë të tjera
të cilat do të më përshtaten me atë që unë dëshiroj të bëj, por njëkohësisht edhe me atë që unë jam i zoti për të bërë. Po, jo, do doja të ndalesha pak te kjo pjesa e mënyrës së përzgjedhjes universiteteve, e cila ndryshon paktën nga ajo e kaluara, që bëj një renditje të paktën sipas preferencës, nga 1 deri ke 10. Kjo që zihen në 10 menjëherë, mos ndoshta është disi çeku libruese për sistemin, sepse të zësh 10 universitete menjëherë ndoshta e çorienton pak në tërësi edhe sistemin, sa do i brishje mund të jetë ai. Ndryshe është paktën kur ke një preferencë, prandaj po pyes për ta sqaruar disitë. Parimisht unë jam absolutisht dakord me ju dhe ndoshta pikërisht 10 preferencat mund të kenë qenë ato që krijuan edhe këtë kaos momentet, prap do kishim disa fazat në të cilat do duhet kalone dhe gjithmonë ka kaluar në disa faza, por numri i studentëve që do ishin bërë pjesë e një universiteti në kohë, do të ishte shumë i madh nëse nuk do ishin të 10 preferencat dhe unë të zgja 10 shkolla një herësh. Megjithatë, duke pas parasysh që sistemi i vjetshëm edhe i viteve të mëparshme ka dhënë hapësirën e 10 preferencave, pavarësisht se përzgjedhja ka qenë në mënyrë të ndryshme elektronike dhe pastaj kaloje vetëm në meritë dhe preferenca ngelesh se vetëm në të parat, ndërsa tani edhe për të qëndruar disi luajal asaj çka gjimnazistët ishin mësuar të dëgjonin edhe të bënin, Ministria bëri këtë zgjidhje. Përderisa jemi në këtë situatë, mbase nuk ka qenë kjo zgjidhja më mirë dhe kjo duhet të jetë reflektimi i parë që ne do të bëjmë për vazhdimin dhe pa diskutim që ne si grup parlamentar edhe në diskutimet që kemi patur me ministrin, po në të njëjtën kohë edhe me rektoratet kemi thënë që edhe nëse duhet të bëjmë ndryshime të nevojshme, nëse janë të nevojshme që studentët mos kalojnë në këtë kalvar të lodhshëm, edhe psikologjikisht të lodhshëm, edhe nëse në fund të muajit ata do shkojnë në shkollat që dëshirojnë, prap 1 muaj e gjysmë më shumë për një familje për ta kaluar këtë lloj ankthi. Pa diskutim që kjo do jetë diçka që të reflektohet në vitin e ardhshëm, por kjo është një zgjedhje për të qëndruar disi mënyrës së vjetër të përllogaritjes, por duhet marrë parasysh që tani duke qenë se janë vetë universitetet ato që i pranojnë aplikimet dhe bëjnë përzgjedhjet, kjo e vonon pak në kohë të gjithë procedurën. Megjithatë është e rëndësishme shumë që t'i themi sot studentëve që duhet të presin deri në datë 20 të kalojnë fazën tjetër, do ketë shumë hapësira të lira dhe ajo që duhet të themi është realisht janë më shumë kuota të ofruara nga universitetet shtetërore se sa janë aplikimet të gjimnazistëve për të ndjekur këto universitete. Që do të thotë se cili të ketë mundësinë që të shkojë drejt asaj dege të cilën e do. Por thjesht tani duhet të bëhen më të vëmendshëm, më të kujdesshëm edhe më kërkues që në plotësimin e formularit të dytë ta bëjnë ashtu siç duhet për të shkuar atje ku e meritojnë. Edhe pyetja fundit lidhje me procedurën, a do të mjaftonin 2 raunde apo mos ndoshta do duhet ishin më shumë? Ky që gjithashtu një diskutim që ne patëm sot, në fakt propozimi ynë fillestar që për të shtuar raundet, por nëse ne do shtonim raundet, do të duhej që të ulnim numrin e preferencave, sepse për ndryshe të zgjatej jashtëzakonisht shumë, fito 10 kalo, sepse për çdo fash të studentëve do kalonin 10 preferenca, dhe meqense kjo do të merrte shumë në kohë, ajo që menduam dhe i propozuam edhe në fakt që edhe një diskutim ky që e patëm me Ministrin e Arsimit, ka të bëjë me faktin se do të ngelet sërish me 10 preferenca dhe do të ketë një raund, por më pas kjo do të vazhdojë në vizë derisa të plotësohen të gjitha kuotat. Pra nuk është se kush arrin të futet deri në raundin e dytë futet në universitet. Do vazhdojë të zbresi, por pa plotësuar një listë të re dhe një formular të ri. Dhe realisht faza e dytë ka qenë më kollajshme për studentët, sepse nëse në fazën e parë u futën të paditur në mënyrën se si do të bëhet llogaritja, sa pikë do të ishte totali, cili do të ishte limiti i pikëve për të aplikuar, sepse ishte një sistem totalisht i ri. Tani do dinë se kush ka qenë minimumi e arritjes përpara tyre në një fakultet të caktuar, do dinë të sakta pikët që ato kanë, do rregullojnë me universitetet të cilat realisht të treguan shumë bashkëpunuese për të zgjidhur këtë, sidomos rektori i Universitetit të Tiranës për të zgjidhur këtë problem, për të parë lëndët të cilat mund të jenë homologe dhe shpresojmë që ato ta marrin këtë nismë sa më shpejt dhe jam e bindur për këtë, të kenë shansin pra që studentët të shkojnë realisht ku e meritojnë. E vetmja gjë që duhet të kërkojmë edhe përveç ata duhet na kërkojnë shumë ne në këtë rast,
është të bëjnë durim edhe të kërkojnë sa më shumë informacion që në raundin e dytë të kenë mundësi të vazhdojnë ato shkollat cilat ata ndërrojnë. Ndalemi pak te ligji, ka qenë një ligj i cili është kontestuar shumë, jo vetëm nga opozita, ka patur, ju e thatë vetë, sugjerimet shumëta nga ana e LSI-s, sugjerime konstruktive në favor të përmirësimit të ligjit, por nga ana tjetër edhe akademikët nuk kanë qenë hezitues kundrejt kritikave ndaj këtij ligji. A është momenti për të menduar për rishikimin e këtij ligji? Ndoshta nuk ka qenë aq funksional sikur se pretendohet. Tani që t'jemi realist, kjo provë e parë ishte pak e nxituar për të dalë në përfundimin nëse ka diçka që nuk shkon me ligjin apo jo. Në gjykimin tim ka diçka që nuk shkon me mënyrën se si u menaxhua situata, sesa me ligjin në vetvete, sepse aktualisht nuk po zbatojmë ligjin, sepse ju a thash aktet në ligjore, procedurat, udhëzimet, zgjedhjet nëpër fakultete, që çdo gjë që ndikoi që kushtet mos ishte përshtatshme që ky ligj të zbatohej që gjatë këtij viti. Megjithëse nga ana tjetër do ishte ligjërisht jo rregullt nëse nuk do zbatohej brenda këtij viti, sepse ligji e thoshte shprehimisht në nenën e fundit të tij në dispozitat kalimtare që duhet të hyjë në fuqi brenda vitit. Prandaj kjo është si thua nga të dy anët ligjërisht rregullt dhe e pa rregullt ose e drejtë dhe jo e drejtë, por unë nuk e shoh këtë si provën më të mirë për të thënë që ka diçka që nuk shkon me ligjin apo jo. Ne, pjesa menaxhuese e ligjit, koordinuesit e gjithë punës dhe zbatuesit e ligjit, duhet ishim treguar ndoshta pak më të kujdesshëm edhe më të përgjegjshëm në zbatimin e tij. Pastaj, me kalimin e kohës, nëse do të jetë e nevojshme, përgjithsisht si drejtuesit e universiteteve dhe të fakulteteve kanë qenë gjithmonë të lutur jo vetëm pranë institucionit Ministrisë së Arsimit, por në të njëjtën kohë edhe në kuvend të vinë dhe të flasin në bëjmë biseda të përhershme në komision me ta, për gjërat që shkojnë apo nuk shkojnë, të njëjtën derë kemi të hapur po ashtu për studentët, qoftë ato të senatit akademik, qoftë për gjimnazistët e kështu me radhë. Pra nëse do jetë e nevojshme, patjetër që do ta rishikojmë, por për mua ajo që do rishikim menjëherë shumë po, është ligji parauniversitar, sidomos në pikat e tij që lidhen me provimet e maturës shtetërore, nëse do janë hyrëse apo dalëse dhe sa do t'i përputhen ato ligjit të ri për arsimin e lartë. Dhe besoj që nëse ato do ta korrigjojmë, do heqim një po themi një hendek të madh ndërmjet të dy sistemeve, atij të vjetrit edhe këtij të riu.